Rama është pritur sot nga presidenti i Francës, Emmanuel Macron, në Paris. Pas takimit, francezi ka publikuar edhe fotografi duke shtrënguar kështu duart me Ramën para Pallatit Elizee, teksa ka treguar edhe për temat të cilat i kanë diskutuar. Ai ka shkruar në një postim të tij në Facebook se dinamika e mirë e marrëdhënieve dëshmon afërsinë ndërmjet dyja vendeve në fushën e inovacionit të arsimit, po ashtu dhe të arsimit të lartë, të kulturës dhe të turizmit, dëshmon afërsinë ndërmjet vendeve. Ai ka thënë po ashtu se duhet shtysë re për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet të dyja shteteve. Francezi ka shkruar se bashkëpunimi ekonomik dhe në fushën e mbrojtjes janë prioritete, teksa ka konfirmuar se Franca vazhdon mbështetjen e saj për integrimin evropian të Shqipërisë dhe për vazhdimin e reformave të nevojshme për të ecur përpara në rrugën e saj evropiane. Francën, por edhe shtetet